jo Amerikani, jo perëndimor është zoti Kurti, a dini pse? Zoti Berami nuk u ka ndihmuar 2021. Po, ama një argument, se unë thash, diçka ta një argument se ai e përfaqëson. A di pse e përfaqëson? Sepse zoti Kurti që 5 vjet e përfaqëson doktrinën e status quo. S'kisha me thonë, kjo që është bërë në veri nuk ka të bëjë me status quo. Po fakte tregojnë që ki status quo. Fakte tregojnë. Nuk ki perspektive evropiane, nuk ki perspektive të antarësinë NATO, nuk ki perspektive në antarësinë organizatat e vetëm për ta çarçuar këtë. Berami tek ju e kam një nën pyetje. A është sukses ajo çfarë ka ndodhur në veri me zotin Kurti? Dëgjo, ajo që ka ndodhur në veri, po ose jo, është më mirë ose më keq? Që unë tregoj. Ajo që ka ndodhur në veri është një sukses i cili bazohet në një trashëgimi dhe në një punë dhe në një sakrificë që është bë nga 99-ta e kënej në veri. Sepse këtu janë mundu që suksesi në veri ta paraqesin si një farë ardhin e okupuesve. Me demek, çka ka ndodhur para meje nuk vlen, dita e lullëzimit Kosovës fillon me mu. Dhe kjo është gabim, ajo kujtohet koha, zoti Sadiku. Unë e vim nga Vinarci e për një fshat në veri. 1999-ën, banorët e Vinarcit, nuk kam pas, ndoshta as buk me hangër, i kanë do parët me ndërtu urën e parë që e lidh veriun me jug në Luminiber. Unë me të që ajo është sakrificë. Edhe e kanë ndërtu nën presionin e këforit, nën presionin e unmikut, nën shantazhin e tyre, të gjithë i kanë rezistu. Qaj është patriotizëm? Nuk është sot patriotizëm kur i ki me miliarda budget, e ki 37 ura, edhe me demek për maroj edhe një ur tjetër. Pra, suksesin e veri bazohet bi sakrificën e Enver Zberajt, bi sakrificën e Afrim Bunjakut, bi sakrificën e dhetra të vrave të masakrum nga banda e Oliver Ivanovicit i heroizum nga Albin Kurti, bi sakrificën e atyre që deri vonë nuk kanë mujtë me shku në shtëpit të tyre, bi vizionin e Ashim Thaqit me nda 5 milion euro çdo vit me ndërtu shtëpia edhe kthimin e shqiptar në veri. Pra, aty është një sukses sistematik. Bi suksesin e policisë Kosovës, që në shku e kanë marrë Gjuriqin, e kanë ngri zhag edhe e kanë prunë Kosovë. Bi suksesin e dekriminalizimit të pjeshëm të veriut të Kosovës. Pra, kjo ka ndodhur në Kosovë. Po edhe një element tjetër. Veç edhe një element tjetër edhe kryka.